24 pjesëtar të sektorit për punë të brendshme në Tetov kanë përfunduar trajnimin 2 ditor me temën Njohja me konceptin e gjuhës së urrëties, që kanë mbajtur përfaqësuesit e Qendrës për Dialog Interkulturor. Trajnimi është realizuar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, ndërsa është iniciuar nga ana OSB-s në bashkëpunim me Njësinë për Preventiv në kuadër të sektorit për punë të brendshme në Tetov. Policët kanë patur mundësi që të njihen me çështje që kanë të bëjnë me gjuhën e urrëties dhe të aftësohen se si të përballen në këto situata kur i hasin. Pas përfundimit të trajnimit, atyre është ndarë mirënjohje. Trajnimi ka patur për qëllim që të njohë pjesëtarët e policisë me tema që kanë të bëjnë me gjuhën e urrëties, por edhe me tema që kanë të bëjnë me kriminalitetin nga urrëtia, liria e shprehjes dhe janë aftësuar që më pas të mbajnë edhe orë edukimi me nxënësit në këto tema, tha Matej Maneski nga Qendra për Dialog Interkulturor. Pjesëtarët e policisë nga viti i ardhshëm do të jenë të kyçur në realizimin e projektit edukativ në shkollat fillore dhe të mesme të Tetovës.